Personazhi pranë meje është zotriu Rafeti Ipishi. Ata që ishin prezent gjatë 4 ditëve të Kupës të Shqipërisë, padyshim që e pan është simboli i ekipit të Shepartonit, personi që gjatë 4 ditëve nuk e ndau nga vetja qeleshen të famshme shqiptare, simbolin shqiptar i cili ka përcjellur shqiptarët gjatë gjithë historisë nga themelimi i njerëzimit e deri më sot në vitin 2025 në mes të Shepartonit. Tani, a është ky simboli shqiptarisë fati që ja solli ekipit të Shepartonit apo jo? Do të na tregoj zotri Rafet Ipishi. Zotri Rafet, urime njëherët për fitoren të ekipit të Shepartonit dhe cilat janë emocionet tuaja për këtë fitore? Faleminderit shumë, edhe më vjen mirë që morëm pjesë, kështu që edhe pse morëm pjesë 2 vitet e kaluara, po këtë vit ishim pak më të përgatitur, po edhe më të ashpër me lojë, po si them emocionet nuk mund të përshkruhen, kështu që duhet të jesh atje vetë që të përjetosh ato emocionet. Kështu që ishte një ditë shumë e gëzueshme, jo vetëm për shqiptarët e Shepartonit, po edhe shqiptarët nga Melbourne, kështu që na u bë qefi që edhe shqiptarët nga Adelaide që ishim në finale me ato, dhe ato na u bashkangjitën në ceremonimin pas lojës. E kemi bërë Shqipërinë e madhe në mes të Melbourneit. Sigurisht, patjetër. Edhe kështu që të gjithë ishin kënaqur edhe Shqiponja fluturonte çdo kund. Ju ishit atje 4 ditë me radhë, i ndoqët të gjitha ndeshjet. Kur e kuptuat që ju do ta fitoni kupën? Drejt të them, pas lojës të tretë, atër u bindëm që kupa sigurisht do të jese në viktori. Kështu që pas në gjysmë finale, ku luajtëm me Kosovën, atje e pam që sigurisht kupa do të jetë e jona. Po në finale, kur drejt të them, ishte një befasi mjaft, sidomos nga lojtarët e Adelaide Eagles që kanë fituar 2 vitet me radhë, kështu që ishin një ndër favorat pas edhe si Kishava, edhe Kishavës, ato ishin të 2 ekipat më favorite, po besoj se të tërë u binden se klubi futbolistik shqiptar nga Shepartoni e meritoi edhe e morëm kupën edhe do të jetë, shpresojmë që të jetë në viktori për vitet e ardhshme. Mesazhi juaj për gjithë shqiptarët e diasporës, sidomos shqiptarët e Australisë? Mesazhi im është që është mirë që të gjithë, siç është Kupa e Shqipërisë, festivali shqiptar që e bëjmë neve këtu në Sheparton, festivalin në Dandenong, në Footscray, që të mblidhem, të bëhen më shumë aktivitete, që të jemi bashkë, që mos të harrojmë traditat, mos të harrojmë gjuhën, që të bashkohemi të gjithë bashkë, të çajmë një mërgimi që kemi për vendin tonë. Dhe mesazhi im për të gjithë tifot e klubeve shqiptare, nëse doni klubi juaj të fitojë në sezonin e ardhshëm, të mbani të gjithë qeleshe, tifot, sepse kjo qeleshe solli fat kësaj radhe klubit të Shepartonit. Uroj që sezonin e ardhshëm gjithë shqiptarët me qeleshe shqiptare të jemi. Më fal, vetëm është interesant se në çdo lojë që kemi luajtur e kisha plisin në kokë. Para lojës së finales, një shok ma mori, tha më jep ta mbaj plisin për ca. Thash, do ta jap, po para se të filloj loja, do ta kem prap në kokë, se e kam patur në çdo lojë, nuk do ta heq edhe në finale. Tani do t'i përshëndesim shikuesit me një shqiponjë. Çfarë paraqet për ju fitoria e Kupës së Shqipërisë për komunitetin e Shepartonit? Kjo fitore është një emocion i madh për neve, pasi është viti i tretë që marrim pjesë. Vitin e parë ishte vit eksperimental, vitin e dytë
ecë mirë, po këtë vit ishim shumë mirë edhe është një emocion i madh për neve si lojtar edhe për komunitetin tonë. Si ka filluar kjo ide për për unifikimin e këtij ekipi dhe për arritjen e kësaj fitore? Kjo ka fillu vitin e parë kur Urimi më tha mua që po të kesh mundësi të mbledhësh çunat që të marrin pjesë në Albanian Cup. Kishim gjuhë për këtë, po nuk kishim marrë asnjëherë pjesë. Kur morëm pjesë për herë të parë ishte gjë madhështore. Fillimi i parë është gjithmonë i vështirë, mblodhem çunat gjithë bashkë, shumicën nuk njiheshim, u njoftëm, u afruam edhe më shumë, u bëm shok. Në shumicë kemi edhe hyrje familjare, të ka sporti, afron njerëzit. Po çdo gjë nisi nga Urimi që më tha herën e parë, që është pjesë e komunitetit shqiptar të Shepërtonit, edhe krijuam ekipin. Do me thënë ju e një Urimi fajtori i gjithë kësaj sot që jemi mbledhur këtu. Si të thuash një nga ata që kish një ide me njerëzit të tjerë të komunitetit dhe menduam që ishte gjë e mirë që të krijomin edhe neve një skuadër si si Dendinoja, Adelajti, Perthi, Prespa, Kishava dhe thamë të mos. Cili është sekreti i kësaj fitore? Është përkushtimi maksimal apo fati? Po kanë shumë gjëra, fati, tifozët, lojtarët, sponsorët. Po e para është lojtarët se dhanë shpirtin atje. A mund ta veçoni ndonjë lojtar apo të gjithë ishin të barabartë? Lojtarë janë të barabartë. Tash ka lojtarë që janë më të mirë, po edhe ata i ndihmon një që është pak më i dobët, edhe pa ata lojtarë s'arrinë dot atje ku janë. Forca e ekipit tonë është grupi. Grupin e kishim shumë të mirë. Kush është më i miri tregoni që ne të Manastirit e marrim për vitin e ardhshëm? Ja ku e keni. Me gjysmë çmimi, $20,000 në javë. Kur flasim për Shepërtonin, çdo herë mendojmë për Korçën, sepse një shumica pjesë dërmuese e shqiptarëve që jetojnë aty në Shepërton janë nga Korça, por një numër i madh janë nga fshatrat e Korçës. I vetmi që është aty korçar e kemi zotrin aty. Unë, po. Më quhem Emiliano Kita, kam lindur dhe rritur në Korçë dhe kam erdhur këtu në Shepërton. Djali Majki ka lindur këtu në Shepërton. Ky është i dyti se i pari. Tani mora vesh se 2 djemtë tu luajnë për skuadrin. Po, të dy lozin për Shepërtonin, lojtën për Shepërtonin dhe jam shumë krenar që arritën domethënë të marrin dhe kupën. Si prind, çfarë emocione kishit gjatë kupës? Të papara. Të papara, ishte një diçka shumë, një natë e veçantë për mua, që të shikoj fëmijët të arrin deri atje sa të marrin kupën, ishte një kënaqësi shumë e madhe. Si për mua, si për gruan time, domethënë ishte diçka e papashme. Ti sa vjet i ke? 14 qarë. Vitin e ardhshëm do të luaj për skuadrën apo lojtë edhe si në vjet? Po, lojta unë si... Jo shumë. Jo shumë, Jo shumë, si rezervë. Po ishte rezervë, po s'ka gjë i voskël jam unë, ishte shumë i mirë. Po shqipen e flet shumë bukur. Faleminderit shumë. Do me thënë, skuadra e Shepërtonit mundet vetëm të forcohet nga këtu. Ashtu, po, vërtet. Kemi talente të rinj. Po, vërtet, kemi talente të re dhe shpresojmë që vitin tjetër të arrijmë të njëjtë rezultate, siç arritëm këtë vit. Na lini pak radhën neve. Do ndajmë së bashku. Patjetër, kur i them fjalës, do ta ndajmë kur thot Lemi. Po, kënaqësia është të fitojmë ne. Lemi, unë të faleminderit shumë për këtë organizim sot aty, sepse ishe kryesori, kryetari i klubit, mbi supa mbanje një përgjegjësi të madhe gjatë kupës. Nuk keni parë gjë akoma. Akoma me surpriza? Po, ky është fillimi. Ky është fillimi i mbar, po fillimi i mbar është gjysmë e punës. Gjithmonë do të kemi evente të tjera, gjithmonë do të takohemi bashkë. Për futboll apo për diçka tjetër, po do të jemi të pranishëm kudo. Ne jemi me ju dhe ju jeni me ne. Unë shumë të faleminderit për gjithë këtë organizimin dhe për gjithë atmosferën që krijuat në Kupën e Shqipërisë. Ta gëzoni dhe do të shihemi në për festivalet dhe mirë se të na vini me gjysmën e Shepërtonit në Kupën e ardhshme. Patjetër, faleminderit juve, keni bërë një punë voluminoze. E thash disa herë, ju takon një 10 e madhe. Një 10 e madhe, një bravo,
si mund ta quajmë ndryshe. Bravo Komunitetit të Melbourne, organizatorëve edhe kushdo tjetër kontribuovi atje, të gjithë vullnetar, të gjithë shqiptar, të gjithë për Shqipërinë, së bashku do fitojmë, së bashku do ndajmë fitoren. Ju faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju. Si shqiptar të Shepërtonit, çfarë do me thënë për ju fitoria kësaj kupe që ra kësaj radhe në qytetin tuaj, pikërisht komunitetit shqiptar të Shepërtonit? Kjo është një kënaqësi e veçantë për ne suportit e Shepërtonit për komunitetin e shqiptar. Kjo është kënaqësia më e madhe ju e pat vetë se si u bë atje u vlerësua. Do me thënë ishtë një gjë e veçantë e do mbetet në histori. Unë e mendoj, inshallah e fitojmë edhe për mot. A e pritni këtë fitore? Me këtë fitore e prismi sepse stafi drejtus i ekipit tonë me në krye presidentin Lemin dhe trajnerin tonë Rovenin kishim shumë shpresë që ne do ta fitojmë këtë kampionat dhe përshëndes dhe lojtarët të gjithë që ata dhanë maksimumin dhe ne jemi shumë të kënaqur, komuniteti jonë i Shepërtonit, jemi shumë të kënaqur, i kemi përcjellë me shumë emocione ndeshjet që nga dita e parë deri në finale. Si dashamirës të futbollit, si njohës të futbollit, sepse na treguan që ju jeni edhe fans i madh i Liverpoolit. A mendoni që kjo skuadër duhet të vazhdoj me bërthamën të njëjtë vitin e ardhshëm apo do ta forconi? Unë besoj po të kemi një 2-3 ndryshime, kemi një 2 lojtarë të rinj që mund të aktivizohen më shumë, them duhet të jetë i njëjti ritëm e mund të vazhdojmë e ta fitojmë përsëri. Ne me stafin që kemi dhe me ekipin e lojtarëve që kemi, jemi pretendent kryesor për të ardhmen që do të fitojmë, sepse kemi një ekip shumë kompakt, djemtë i kemi shumë të talentuar dhe ne jemi shumë të gëzuar për këtë fitore që arritëm dhe për Shepërtonin. Komuniteti joni ne jemi shumë të kënaqur dhe i falenderojmë nga zemra dhe na kanë bërë shumë krenar dhe kemi dhe lojtarë të vegjël që janë duke u rritur dhe ata i kemi në stafin tonë kemi shumë të mirë. Sa jeni të kënaqur nga organizimi nga ana e organizatorëve të Melbourneit? Jemi super, ata i falenderojmë nga zemra, të gjithë neve komuniteti jonë dhe të gjithë komuniteti shqiptar që ishim atje, ata i falenderojmë sepse ajo ishte një sukses i madh. Se nuk është e lehtë që të bësh atë organizim dhe ju përshëndesim dhe juve me ceremoninë kur u bë. Ishim shumë të kënaqur, ne ndjehemi shumë të kënaqur, ju falenderojmë nga zemra gjithçka. Sulmuesi, gol shënuesi më i mirë i kampionatit Kupës Shqipërisë ishte ky djaloshi këtu. Nick, how old are you? Yeah, 21. 21. Yeah. What was the reason for scoring all these goals? Is it thanks to you or your team? The team for sure. What about the coach? Yeah, good coach. Yeah, helped me a lot with where I needed to go and be and stuff like that. Definitely coaches help. Do you play here soccer in Shepparton or just for the cup? Nah, I play in Melbourne. What about that moment that you were presented with the trophy by one of the best goal scorers in the A-League, Besar Berisha? Yeah, no, it was unbelievable. I just couldn't believe it, like just being there with him and everyone, and it was a great experience. You gonna come back next year? No, of course. With Shepparton or? Of course, Shepparton, I'll always be back with Shepparton. If they want me to play, I'll play. What about if any other clubs knocks on your door? Shepparton always. Shepparton always. I always play for Shepparton, Albania. How would you describe the whole tournament? No, it was a great experience. Like, obviously I only just played last year, but this tournament, big, massive, didn't expect it to be that big. But all the dancers, the people, everyone come supporting, it was really good. And playing on that perfect pitch? Yeah, perfect pitch. No, you don't play on many of them, so it was very good. Like, everything's so smooth, nothing, no bumps, just perfect. No, it was good. Thank you. We're going to expect you next year to come back? Yeah, of course. Top goal scorer?
We'll try. We'll see what happens. If the team's the same, we'll be fine. Well done, Nick. Well done. Aty pranë mua kemi dhe portierin e famshëm, Eladion. Eladion, ne të dinjim ty valltar, nga na dolle portier? Po, portierin e kam filluar si pozicion disa vite më përpara, më futni në port nga gjishta i gjatë. Edhe ça nga ça e kam bërë si tip karrierë e vogël. Ka kemi shumë në gjak punën e valltarit apo portierit? Punën e valltarit e kam në gjak, po edhe kjo e portierit e kam gati një lloj. Si mund ta përshkruash gjithë këtë kupën, këtë përjetim që arrit suksesin me skuadrën e Shepërtonit? Sukses i madh, me fjalë. Domethënë kishim besim në fillim, po edhe kaq realiteti është nuk ishte edhe të vinim në finale, të bënim trofinë, po ky njëshi këtu na ndihmoi shumë. Tani flasim për njëshin aty, ke dy mentor të mëdhenj, Bardhin, tek Eagle Folk Dance dhe Rowanin këtu në... Cili është më i ashpër? Më i ashpër? Të dy ka momente, paka shumë, po janë edhe të ashpër, po edhe të ëmbël. Edhe këto dy aspekte na kanë ndihmuar të bëjmë na bëjnë kampion edhe në futboll edhe në valle. Ç'ne me Shepërtonin? Jeton në Melbourne apo jo? Jetoj në Melbourne, po Shepërtonin jam lindur këtu, e kam si vend lindje. Edhe kam ikur në moshë të vogël, po nga që vi shpesh herë, edhe kam shokë, edhe familje këtej, prandaj sikur u ktheva në shtëpi këtë Albanian Cup. Jo, nëse dikush nga këto skuadrat e mëdha, flasim për këto në I-League, vjen dhe troket në derën tënde, si do të përgjigjeni? Do t'i them që kam kontrat me Rovenin, s'kam çfarë vej Rovenit, kam 4 vjet kontrat me Shepërtonin. Kur na mbaroj kontrata, maybe bëjmë një diskutim me Melbourne Victory me këta. Do t'jeni përsëri vitin e ardhshëm? Sigurisht, edhe kupa besoj se prapë do vinë në Shepërton.